Federata Shqiptare e Notit organizoi garën e turneut ndërkombëtar Teuta Cup, edicioni 5 në garën e zhvilluar në qytetin e Durrësit, ku morën pjesë 29 ekipe nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut, Slovenia dhe Turqia, me gjithsej 307 sportistë pjesëmarrës. Shoqata sportive Shkodra Note, drejtuar nga trajneri Kol Shiroka, përfaqësuesit zyrtar të klubit Vllaznia, u përfaqësuan me 10 sportistë, konkurrues me 39 disiplina, duke përmirësuar të gjitha rekordet e tyre personale dhe duke fituar 20 medalje, 10 medalje ari, 7 argjendi dhe 3 bronzi. Më të spikaturat në ekipin e Vllaznisë ishte Joel Golemi, Viki Tafruku, Skerdi Kroni, fitues të medaljeve të arta. Skerdi Kroni, i cili në garë të sti të lirë dhe të fi, arriti të zënë vendet e para dhe shpat kampion për moshat, për kategorinë E. Joel Golemi i pa diskutueshëm në 4 gara, 4 medalje ari. Dhe sportisti më i mirë në kategorinë F. Kurse Viki Tafruku vazhdon të dominojë në garët e si të lirë, kësaj radhe arriti të marrin edhe vendin e parë në 100 metër, me kohën 1 minutë dhe shpat sportistja më e mirë në këtë garë. Nuk morën medalje arit, por arritën të bëzen vendet 2 dhe 8. Klea Dedi, Herta Mimaj, Melodi Mimaj, Dejan Vojushi, Kean Tafili, Adriel Marko, sportista të cilët po konfirmohen për ditën më tepër. Duhet më tepër punë stërvitje që të arrijmë edhe të si Viki, Joeli dhe Skerdi. Puna është e jashtëzakonshme, sportistat janë shumë të mirë, po pa mbështetjen e Bashkisë Shkodër për të ndërtuar një pishinë për masa të rregullta, ne kena të vështirë të konkurrojmë me te.